U lutëm për fëmijët, për shëndetin, për marrësinë. Ky shejt i mrekullive ka bërë mrekulli njerëz. Shumë njerëz i ka kuru, i ka sill në jetë. Ka bërë mirësi, vi me vullnet plot. Mu para disa vitesh në moshën 12 vjeç, moshë kanë majt goja shumë, delbëzosha në. Dhe mas të herë që kam ardhur, u surprizuan, i themi tash, një jetë e shtëpisë ku po flisja lirshëm. Edhe unë ja dedikoj se tjetëm ja trenet. Ashtu në vështërsi erdhëm, therash rrugë pa rrugë. Kishim frikë nga rrezimi nga koha. Edhe unë vërtet e kam përjetuar dhe sot jam ky që jam dhe flas ka lirshëm. Lutëm për të natë mirat më ne dhoni shëndoj, për familjen tonë e gjithë shqiptarisë. Ka bë mrekulli shumë. Shumë ka bë mrekulli e det bonje. Unë i lutëm ditë natë. Unë i kam bë vjet 13 martet, edhe si vjet kismet Zotit, me shefe, me dëshirë kam mi bë. Keni besim këtu? Absolutisht. Absolutisht. Zoti është i mirë. Për çfarë do lutni? Për shnet, për Gjitha. bërësi, për gjitha. Kanë arë pa full, kanë shku të full, pa hec, kanë hec, Draman ka bo bëllë, gjithë. Për Draman vim? Gjithë Shqipohu për Draman vim. O Isusi, na i fal mëkatet tona, na shpëto prej